Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026, videot e javës, por dhe videot për shenjat më me fat për vitin 2026, sepse janë postuar të gjitha videot. Atëhere, do shohim se çfarë energjie do na vi. Doja t'ju falenderoja të gjithëve, në veçanti të gjithë abonentët e rinj të këtij kanali, por doja të ftoja dhe të gjithë ata që nuk kanë bërë ende abonimin në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do fillojmë me energjinë që do na vi. Atëherë, ju shoh që keni kaluar shumë vështirësi në lidhje me dashurinë, me një dashuri, ose ju keni pasur eksperjenca dhe ju do mundoheni të fusni një frymë të re gjatë kësaj periudhe. Ju shoh ball për ball me një person, por përballë jush është një person që është i vendosur në qëllimet e veta, por është edhe një person dinak. Nuk e di, ju keni marrë eksperjenca, merrni vendime në lidhje me këtë person, por ndërkohë ju shoh që ju jeni duke menduar për të marrë një vendim me këtë person. Disa prej jush sikur po i refuzoni këtë dashuri. Ose ju jeni përqendruar aq shumë te gjërat tuaja saqë nuk e shikoni këtë kupë që ju vjen, një person që dëshiron të vi drejt jush. Por ndoshta është një person që përdor forma të ndryshme për të ardhur drejt jush. Gjithsesi do shohim energjitë shenjave të ajrit, të zjarit, por edhe të ujit. Dhe shohim, këtu kemi të bëjmë energjitë shenjave të ajrit, të zjarit dhe përsëri të ajrit. Ky person ose ju dëshironi të jepni drejtim, të lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar në lidhje me njohjet që keni pasur me një njohje. Gjithsesi është një fazë që ju jeni duke menduar ndoshta se si të bisedoni me këtë person, ose jeni duke menduar se çfarë ka ndodhur në jetën tuaj në lidhje me situata të ndryshme, në lidhje me personin që ju jeni në njohje, ose që këtu flasim për dikë që u përpoq, do me thënë që për të ngritur, për t'i dhënë një drejtim më të mirë kësaj situate. Gjithsesi, unë shoh që jepni fund një këtyre vështirësive që keni kaluar për të bërë një fillim të ri, sepse ju dëshironi t'i lini mbrapa situatat, por shoh që i jepni fund, çliroheni ndoshta në lidhje me disa vështirësi që keni kaluar, por ky person ju ndjek përsëri në mënyrë të fshehtë, në mënyrë sekrete. Ndoshta është një person që ka pasur pritshmëri në lidhje me ju, është një person që shpreson të rihyjë në diskutime në lidhje me ju, ose të hyjë përsëri në jetën tuaj. Kështu që ky person është duke ju ndjekur në vazhdimsi. Personi mund t'ju ndjekë në rrjetet sociale, ose në postimet që ju bëni, por është edhe një person pak sekrete shoh, që mban sekrete brenda vetes. Ndoshta ky person mban sekret këtë fillim të ri që dëshiron të bëjë me ju. Dhe vazhdojmë. Dhe këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Demit, energji të shenjave të tokës dhe energji të shenjave të ujit.
Gjithsesi, ju shoh ju jeni tërhequr ose dikush është tërhequr dhe është duke menduar se si t'japi drejtim kësaj historie, kësaj njohje që keni, ose kësaj lidhje që ju mund të keni. Mund të ky person ose ndoshta dikush këtu është tërhequr brenda vetes dhe është brenda vetes së vet për të menduar rreth dhe analizuar rreth emocioneve të veta në lidhje me këtë dashuri. Por shoh një person që është shumë po mendon seriozisht të vi drejt jush, por është edhe një person që flerton shoh. Ose ju mund të keni një flert me këtë person, mund të jetë një person që është në distancë, sepse shoh 2 herë personi është në udhëtime, ose ju mund të jeni, ky person mund të shkojë në një udhëtim dhe aty është edhe duke flertuar. Por ky person dëshiron të hyjë në një mënyrë të caktuar në jetën tuaj, sepse shoh që është tërhequr për të menduar se si mund të futet përsëri tek ju dëgjues, ose ky person si mund të, sepse shoh që është duke studiuar situatën personi dhe mendon si të vi drejt jush, por ndërkohë është një person që ndoshta dhe flerton me ju. Dhe çfarë ndjen, dhe çfarë, unë do marr një pako tjetër letrash, do marr letrat romantike, dhe çfarë mendon ky person në lidhje me ju? Çfarë mendon momentalisht personi në lidhje me ju? Atëhere, ky person ka ndjenja, ka emocione në lidhje me ju. Ndoshta ky person është duke ju ndjekur pa u ndalur në mënyrë aktive, pothuajse çdo ditë, sepse ky person dëshiron të japi këto emocione, t'ju dhuroj dhe dëshiron t'i shprehë tek ju. Është dikush që është full emocione, shoh këtu, dhe është një person që dëshiron ta ujisi përsëri këtë dashuri. Është një person i uritur për këtë dashuri. Dhe këtu kemi energji të shenjave të ujit, të tokës, por është edhe një person që ndoshta ky person mund të jetë edhe në lëvizje, mund të jetë një person që është në lëvizje, ose një person që mund të jetë në distancë, sepse e shohim 1, 2, 3 herë këtu personin që është në udhëtim. Ose mund të jetë dhe një person që ju mund ta njihni në një udhëtim, ose mund të jetë në distanca në lidhje me ju. Gjithsesi, shoh një energji femërore që është duke menduar rreth këtij personi, por është edhe një energji pak sekrete. Shoh 2 persona pak sekret këtu, sepse është pako tjetër e letrave. Është një energji maskullore që shohim që ju ndjek në mënyrë sekrete dhe të vazhdueshme. Por kemi dhe energjinë femërore që dhe energjia femërore tregohet sekrete. Ndoshta është një energji që është duke menduar, ose është një person që mund të jetë edhe duke menduar se çfarë të bëjë në lidhje me këtë dashuri. Është një person që mban shumë sekrete brenda vetes, ose mban sekret këtë dashuri. Sepse energjia maskullore shoh që ka shumë emocione, dëshiron të vi drejt jush, dëshiron ta ujiti këtë dashuri, por energjia femërore tregohet pak e fshehtë shoh në lidhje me këtë dashuri. Dhe çfarë dëshiron ky person nga ju? Atëherë, këtu kemi energji të tokës, energji të ajrit dhe energji të shenjave të zjarit, por dhe energji të shenjave të ujit. Atëherë, ju shoh që ky person është në një pozicion të favorshëm, e shoh, mund të jetë, e shohim 2 herë këtu, edhe te mbreti i kupave dhe te mbreti i monedhave, mund të jetë një energji maskullore që është i pozicionuar mirë. Mund të ketë energjit, mund t'i merrni dhe në të kundërt, se jo domosdoshmërisht është energji maskullore, sepse janë lehtësime të përgjithshme,
Gjithsesi, e shoh në një pozicion të mirë, mund të ketë një pozicion pune të mirë, mund të ketë një pozicion ekonomik të mirë personi, ose një pozicion në karrierën e vet. Dhe është një person që ka eksperienca, përdor shumë fort pjesën e logjikës dhe e shoh përsëri në udhëtim. Kemi kalorësin përsëri këtu të shkopinjve dhe ky person dëshiron të vi sa më shpejt tek ju. Ndoshta të dhuroj ose është edhe një person që është gentil dhe dëshiron të dhuroj këtë dashuri pak me gentilesë ndaj jush. Por shohim dhe një person që është përballë jush dëgjues. Dhe ju jeni shumë mistik në lidhje me gjërat tuaja ose ju tregoni pak të fshehtë në një energji femërore shoh këtu. Dhe çfarë do ndodhi në të ardhmen në lidhje me këtë dashuri? Atëre, unë shoh që ky person ndihet i varur, është një person që është ndier i sakrifikuar në këtë dashuri dhe është duke menduar se çfarë mund të bëj ose të ndjeki një plan të caktuar ose çfarë ky person ka bërë në lidhje me ju dhe çfarë dëshiron të bëj tani. Personi ndoshta nuk do t'ju zhgënjej sepse ka frikë nga një lloj reagimi të zemëruar që mund të shfaqni ju në këtë dashuri. Gjithsesi, unë shoh që ky person mendon rreth se si t'i japi drejtim situatave. Këtu kemi energji ajri përsëri, gjithsesi energjit nuk kanë rëndësi sepse janë leximet të përgjithshme. Por personi dëshiron të hyjë në diskutime, është duke analizuar dhe duke menduar rreth emocioneve, sepse ky person dihet i sakrifikuar. Dhe dëshiron të japi një drejtim nëpërmjet diskutimeve, duke hyrë në diskutime, sepse ky person pyet veten nëse duhet të investojë në këtë histori ose jo. Sepse shoh që ju nuk e di, ky person mendon edhe të dalë diku me ju, ndoshta për të festuar ose mendon që ju të shkoni diku për së bashku, janë dhe festat e fundvitit dhe ky person dëshiron ta festoj me ju këtë dashuri ose të bëj një takim dhe të ketë disa diskutime me ju. Dhe përfundimi i kësaj historie si do jetë në të ardhmen kjo histori dashurie. Atëherë unë shoh që jepet fundit çka jep. Ju ndoshta dëshironi një ndryshim të madh, shoh një transformim shpirtëror që do keni në lidhje me këtë dashuri, sepse ky person imagjinon që t'japi fund situatave të vështira që ka kaluar dhe shoh një surprizë. Është një surprizë shumë e bukur, por dhe një ndryshim i madh që vjen te ju. Sepse këtij personi i mungoni, jemi te pesa e monedhave. Këtij personi i mungoni shumë, është person që kujton ato momentet e bukura që ka kaluar me ju, por është edhe një person që ka vonuar pak në përgjigje në lidhje me ju, sepse është ndier i sakrifikuar, por është në një moment që është duke analizuar emocionet e veta, por edhe duke menduar një energji femërore. Shoh që mendon që i ka dhënë fund kësaj historie, por shohim një energji femërore maskullore që i mungon shumë kjo dashuri dhe i mungojnë momentet e lumtura që ka kaluar me energjinë femërore. Dhe unë shoh që nuk e di, dikush prej jush mund të jetë në një trekëndsh ose ju ndiheni të lënduar, të zhgënjur nga ky person, por ju do keni një pamje më të gjerë të situatave në të ardhmen në lidhje me këtë dashuri ose me një person që mund të jetë edhe një person që kujdeset për dikë tjetër ose mund të jeni në një trekëndsh në lidhje me këtë dashuri. Gjithsesi do keni një pamje më të qartë. Këtu kemi energjitë shenjave të ajrit, të zjarit, do keni një pamje më të qartë të situatave, e shoh. Ju do filloni të krijoni atë tablon në mendjen tuaj në lidhje me gjithçka që mund të ketë ndodhur ose që do ndodhi në të
në të ardhmen e hodhëm këtë, në lidhje me këtë person që ju keni në jetën tuaj. Gjithsesi, unë shoh që një energji maskullore që mendon për energjinë femërore dhe një energji femërore që kujdeset edhe për dikë tjetër. Ky person është shumë kurioz dhe kërkon një informacion në lidhje me këtë situatë. Ndoshta mendon që t'ju drejtohet duke i parë gjërat më qartë. Dhe shoh që këtu do jemi te nënda e monedhave, shoh përfundimin e diçkaje, sepse nënda është fundi, ju përfundoni diçka për të filluar diçka të re. Mund të jetë që ju përfundoni këto situata me njëri tjetrin për të filluar diçka tjetër, ose në rastin tjetër mund edhe të përfundoni këtë njohje që keni për arsye sepse shoh një trekëndsh këtu dhe ju do filloni të shikoni gjërat më qartë, do jeni të vendosur në qëllimet tuaja për t'i dhënë fund diçkaje. Ose për të dhe për këtë ndjeni shumë të sigurt, ju shoh për të bërë fillime të reja. Dhe ju shoh që ndjeni të pakënaqur, jeni te shtata e monedhave, ju sikur dëshironi të largoheni nga diçka, largoheni nga një histori që ndoshta nuk ju ka dhënë rezultate, për të marrë një drejtim më të mirë. Ose për pjesën tjetër mund të keni investuar shumë në këtë dashuri dhe jeni duke menduar ose se çfarë mund të bëni tjetër me këtë person. Sepse shoh që mund të jeni edhe duke shkuar drejt këtij personi. Por ju jemi te energjia e shpatave, te 10 e shpatave, ju do t'jepni fund diçkaje, keni marrë shumë goditje në lidhje me një histori që mund të keni pasur me një dashuri, sepse ju shoh të pakënaqur, të pavlerësuar, ndjeni të sigurt në lidhje me gjërat që do bëni. Dhe shoh një fillim të ri. Ju çliroheni nga disa situata, tensioni, stresi që mund të keni kaluar në një dashuri, dhe shoh një fillim të ri shumë të bukur, por të menduar mirë. Ju jeni duke menduar në lidhje me një njohje të re, dhe ju shoh që merrni një vendim. Do merrni një vendim edhe në qoftë se jeni të distancuar nga ky person në një rast, mund të jetë një person në distancë të largët në rastin tjetër, ose ju mund të keni një distancim emocional. Gjithsesi ju shoh të vendosur që të çliroheni për të bërë një fillim të ri dhe ju merrni një vendim. Në çfarë do lloj situate që të jeni. Shoh përsëri që keni marrë eksperjenca dhe kemi përsëri energji ajri. Keni marrë eksperjenca nga situatat dhe kjo gjë ju ka bërë që ju të merrni një vendim në lidhje me këtë bazuar në logjikën tuaj. Por shoh edhe ju dëshironi do merrni vendime bazuar në logjik me këtë person, jo duke u nisur nga zemra. Dhe shoh një energji, këtu kemi një energji maskullore, energjia femërore po studion situatat, ka hequr dorë nga gjërat që ka besuar në këtë dashuri. Por ndërkohë i ka pranuar gjërat, shoh është një energji femërore që i pranon gjërat me mençuri, por ndërkohë është një energji femërore që fut besime të reja në lidhje me dashurinë. Do filloj të shikoj gjërat në një këndvështrim tjetër. Dhe unë shoh që fati do ta ndihmoj në lidhje me këtë gjë. Është një energji femërore që ndoshta ka shkëlqim, ka sharm, dihet e lumtur, ndoshta në versionin më të mirë të vetes saj, dhe një energji maskullore që tregohet e nxituar në momentin që shikon që kjo energji femërore shkëlqen për të ardhur drejt energjisë femërore. Është një person që ka shumë pasion në lidhje me ju, ky mund të jetë një person i ri në jetën tuaj, dhe kemi një energji maskullore me shumë pasion, është gjatë gjithë kohës në lëvizje, mund të jetë përsëri në një udhtim ky person, dhe ju shef si një person që ka shkëlqim. Dhe shohim që ky person dëshiron të vi drejt jush për të dhuruar këtë tufë me lule, këtë dashuri që ka, por ndërkohë është një person që krijon imazh, ka imazhin tuaj në sytë e veta, gjatë gjithë kohës që ky person lëviz.
dhe dëshiron të vi drejt jush. Është një energji shumë e bukur tani në fund dhe shohim, marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë në lidhje me këtë dashuri. Atëherë, kemi energjinë e shenjës së gafores, shohim që këtu ju thot është një moment shumë i rëndësishëm. Ju do mendoni se çfarë ju vërtet dëshironi, dhe do filloni dhe gjëra të reja, thot. Domethënë ju do të jepni drejtim anës tuaj emocionale, por do mendoni se çfarë vërtet ju dëshironi dhe dëshironi që të provoni dhe gjëra të reja, ndoshta për të futur në një njohje të re dhe për t'i dhënë drejtim vetes tuaj, por edhe emocioneve tuaja. Unë do marrë dhe një tjetër. Dhe këtu i shoh që ju është një periudhë e lumtur, thot. Është një periudhë vetbesimi që do keni në veten tuaj, mundësi që do keni dhe oferta që do keni në lidhje me dashurinë. Është një mesazh fantastik sepse ju shoh që do jeni më praktik në lidhje me një fillim të ri që do bëni ose në lidhje me këtë dashuri që keni, por do futeni dhe brenda vetes për t'i parë gjërat qartë, sepse është një periudhë vërtet e favorizuar në lidhje me ju. Dhe ju do jepni dhe besim në mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë gjatë kësaj periudhe. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, një mbasditë sa më të këndshme dhe festa sa më të gëzuara për të gjithë ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026, sepse janë postuar për gjitha shenjat e horoskopit, por shikoni dhe fatin për vitin 2026. Dhe mos harroni të ndiqni dhe videon për numrin tuaj personal, sepse është shumë i rëndësishëm. Ka shumë detaje që hynë të çdo person në lidhje me ecurinë e gjërave për këtë vit, për vitin 2026. Nuk është vetëm horoskopi, nuk janë vetëm tarot, por ju mund të shikoni dhe numrin tuaj personal. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm edhe një fundjavë sa më të këndshme.